Hello, sot do bëj një unboxing për dhurata ditëlindjes që mora këtë vit. Keni parasysh atë momentin kur ju dhurojnë lek për ditëlindje? E unë bleva këto dy dhurata me ato lekët dhe kjo tjetra është një dhuratë. Edhe bëjmë një unboxing sot. Të parën vendosa të marrë një gjë të Swarovski që më pëlqeu shumë. Dhe kësaj hera isha duke kërkuar një unaz dhe shikoni sa e bukur që është. Është shumë e bukur. Nuk kisha nga këto modelet dhe doja të eksperimentoja me diçka të re. Sa e bukur! Është shumë e bukur. Dhe këtu tani prap kam bijou, to janë silver. Këtë dyqanin e kam shumë qejf sepse njerëz janë shumë punëtor. Sa të bukura këto. Tu kam marrë disa gjëra. Serm, kam marrë një unaz me moonstone, ta vendos që tani në dorë. Të bukur. Kjo është një unaz tjetër. Unë vdes për silver, për sermën, për argjentin. Edhe një unaz tjetër, sa e bukur që është. Edhe një bërzylyk, sa e bukur. Edhe unë i vendos gjitha këto ke kjo dora këtej, nuk e di pse dua t'i maj nga dora e djath. Dhe dora është e kompletuar. Pra, me lekët që më dhanë dhurat, për ditëlindje unë shkova mora këto aksesorë, të bukura. Tani do hap dhurat të tjetër. Të dalë për fund. Është një parfum, unë faktë nuk e kam përdorur asnjëherë, edhe pse e di që shumë vajza e kanë shumë qef. Unë nuk e kam përdorur asnjëherë, edhe vilesas aromën nuk e mbaj mend, se jam i sigurt që kur kam shkuar në dyqan, ja kam ndjer aromën, por nuk e mbaj mend fare. Do jetë kështu si surprizë për mua tani. Mua të më dhurosh parfume je gjithmonë im, domethënë. Më duhet të them që gjithmonë kjo shishja më ka pëlqyer dhe nuk e di është kjo goldi, nuk e di, më jep të luxury vibe. Okej. Është komplet ndryshe nga zona rehatis për mua për parfumet. Kam përshtypjen që do më shkoj, thjesht nuk dua ta hedh sot se kam hedhur një parfum tjetër, që se mund ta hedh pak këtu. Dua të shoh si bën kimi me lëkurën time. Parfumet janë thjesht kimi. Po që më pëlqen. Okej. Mendoj që të jetë një parfum që të përdor pikërisht tani. Edhe me skon këtu. Tani do t'tregoj dhe këtë të fundit dhe këtë e kam shumë qef. Pamje të parë për shumë njerëz që mund t'jetë dhurata pa ndonjë kuptim, por për mua ka një domethënie shumë të madhe, sepse është diçka emocionale. Edhe që bukulosi këtu, edhe ka një shkrim brenda. My little worry bear, when things get tough and you feel like you are on your own, hold me tight because I'm here, you are not alone. Këtë jetë so solusim, I want so cute. Mund të them që ky do jetë so queen. Dhe kjo gjë ka që vogël për mua shumë emocionale dhe më për të qartë tani, po means a lot. Means a lot. Super emocionale. Ja, pra këto ishin dhuratat që morën për ditëlindje dhe
Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky unboxing, do të shihemi në unboxing të tjerë. Ciao!